shkohet flasim për vajzën dhe gruan shqiptare. Në kohët moderne, në vitet që po jetojmë, se sa e vështirë apo e lehtë është të ndërtoj një rrugë profesionale apo të nisë një biznes, të nisë një sipërmarrje. Ka mbështetjen e familjes, si është shoqëria dhe kush më mirë se sa dikush që ka ndërtuar për krah familjes edhe një rrugtim të mirë profesional, mund na tregoj momentet e vështira, por gjithashtu dhe ato të mira. Kush ka qenë mbështetje në fund të ditës për të mbërritur në këtë diskutim që ne kemi sot? Evis Nojmeri, është kënaqësi që jemi së bashku për të folur për rrugën që ti ke patur, profesionin e së bukurës, por edhe për njerëzit që të kanë qëndruar afër dhe të kanë dhënë mbështetje. Si është sot një grua në biznes? Është e vështirë, pa diskutim. Unë kam një rrugtim shumë të gjatë mbi 3 dekada dhe jam e bindur që pa mbështetjen e personave që më rrethojnë, jo vetëm familjarëve, po dhe shoqërisë, nuk do isha këtu ku jam. Është shumë e rëndësishme të kesh një familje që të mbështet. Një bashkëshort që në qoftë se nuk të nxit dhe nuk të shtyn, mos të tërheqin brapsht. Pse do thoni ju që pse është kaq e rëndësishme? Në momentin që një bashkëshort nuk do arrisi dot të mbështesi ose të lejoj që ti të hecësh, do ishte detyruar të zgjedhësh midis profesionit, asaj që ti do aq shumë, po dhe bashkëshortit që ti e dashuron. Dhe kjo është një zgjedhje shumë e vështirë dhe uroj që femrat mos të vihen në këtë lloj pozicioni për të përzgjedhur njërin ose tjetrën, por që bashkëshortët të bëhen nxitje që femrat hecin. Femrat janë shumë të forta, përballojnë shumë, janë shumë të suksesshme në biznes, në profesionin që ato ushtrojnë, por janë edhe nëna. Kjo tregon që duke qenë nënt, ja arrin të kalosh çdo lloj situate të vështirë, sepse të jep nxitje edhe fëmijët që ne kemi për të ecur përpara, për t'i treguar atyre që ne vlejmë dhe ne jemi në gjendje të krijojmë dhe një karrierë shumë të suksesshme përveç asaj familjes dhe të qenurit nën. Si ka qenë bashkëshorti yt? Unë kam pasur shumë fat, për hir të së vërtetës, sepse bashkëshorti im ka qenë gjithmonë nxitje për mua. Në qoftë se do kisha atë mosbesimin tim që të hedh një hap, mos ta hedh, të marr një nisëm tjetër për të ecur edhe një shkallë më lart në karrierën time, gjithmonë ka qenë ai nxitja që më ka mbështetur dhe më ka nxitur për të ecur, duke më thënë që provoje, asgjë nuk humb. Në jetë ka edhe humbje dhe duhet t'i pranojmë, jo gjithmonë vetëm fiton, po duhet të dish të rikngrihesh. Kur ke njerëzit të afërt, familjen, mua edhe prindrit e mi, mamaja ime, baba im që nuk jeton më, vllai im, të gjithë familja, njerëzit të afërt më kanë mbështetur për të ecur, ndoshta kam parë atë talentin tek unë në pjesën e profesionale timen dhe më kanë nxitur. Byles, një histori që doja ta ndaja me ju sot, është doja të merrja një titull të akredituar, doja të merrja një titull me një standard gjerman dhe një lloj certifikimi i cili mua më jepte e drejta për të dhënë mësim në Akademinë e Mjeshtrisë në Gjermani. Unë kisha titullin mjeshtër, doja ta bëja, ta standardizoja me standardin gjerman. Isha e lëkundur, ta bëj mos ta bëj. Ishte një provim shumë i vështirë. Ishte 6 ditë provim, gjë që në një moment thash, po çe dua në fund të ditës. Unë kam krijuar këtë karrierën time, tani jam në pjesën ku po e shijoj, pse duhet ta kem dhe këtë? Po. Ishte familja ajo që më nxiti, sigurisht dhe të afërmit e mi. Që ti duhet ta bësh. Që ti duhet ta bësh. Unë jam në një shkollë profesionale, në New Generationin, pronari i shkollës, të cilët unë tashmë e kam mik, shumë mik timi dhe të familjes. Ai ishte një nga nxitjet të kryesore që më thoshte, Evis, nuk e do ti një titull me standard gjerman? Nuk e dua, nuk e dua, që dua, unë i kam mbyllur provimet e jetës time. Nuk e dua, po mendoj edhe një herë, nuk e dua dhe vazhdoja këmbgulja nuk e dua. Pastaj u binda dhe bëra shumë mirë, por ishte nxitja e të afërme dhe të familjes, që unë arrita ta marrë dhe sot jam shumë e lumtur se jam e vetmja në Shqipëri që kam këtë titull. Evis, po gratë në jetën tënde, si kanë qenë? Ne kanë qenë mbështetëse dhe këtu nuk flas vetëm për gratë që ne zgjedhim të kemi pranë që janë mikeshat tona, bashkëpunëtorët profesion, por dhe ato që gjejmë aty në rrethin shoqëror. Si janë për suksesin e njëra tjetrës?
Femrat janë pak xheloze për suksesin e njëra tjetrës. Dhe këtë ne duhet ta themi. Në qoftë se meshkujt janë më dashamirës, femrat janë pak më ambicioze ndoshta nga natyra. Duke veçuar këtu mikeshat e zemrës, që kam një jetë që i kam mikesha, për sa i përket mos profesionit ton që ne kemi, janë pak jo dashamirëse, por ka ndryshuar koncepti. Tashti ne kemi mikeshat tonat që jemi në të njëjtin profesion, për sa i përket parukerisë, grimit, estetikës, dhe kemi krijuar një lloj miqësie, është krijuar tani. A është një miqësi e vërtet? A është një miqësi në thonjza? Është thirrur, unë këtë nuk arris do ta kuptoj të gjitha, të një pjesë po jo të gjitha. Ndoshta ajo ambicia, por duhet të kemi një ambicie të mirë, jo të ulim personin për të ngritur vetë, por të ngrihemi dhe ne si që është ngritur ai. Dhe kjo është një vlerë për ata njerëz që kanë këtë botë kuptim. Evis, është rivaliteti i shëndetshëm, me qenë se përmende gratë të tjera që bëjnë të njëjtën punë me ty. Rivaliteti është i shëndetshëm? Në çfarë kuptimi rivaliteti? Nga ana profesionale apo nga... Sigurisht, vetëm këtu. Përsa e përket anës profesionale, është i ndershëm se të gjithë kualifikohen tani, kanë mundësira për të ndjekur seminare, kurse... Është i shëndetshëm. Ndërsa përsa i përket biznesit, nuk është aq i ndershëm. Luhet shumë përsa i përket produkteve, abuzohet me çmimet, sigurisht abuzohet edhe me persona të tjerë që nuk e mbajnë vetë biznesin, po kanë një person i cili është sponsorizon për ecurinë e biznesit, nuk është thjesht biznesi tyre, por ka dhe nga ato që hapen një biznes thjesht jo për ta parë si mjet fitimi ose si mjet kënaqësie, sepse biznesi im është një biznes që ti duhet të kesh shpirt artisti, edhe prandaj dhe unë kam kaq shumë vite dhe nuk e ndjej punë, po e ndjej kënaqësi. Ka nga ata të cilët i hapin gruas të dashurës një qendër super luksoze, të investuar, por që jo me idenë për të punuar, po me idenë që e dashura ose gruaja të rritë të kaloj kohën që ata të jenë të qetë për të vazhduar punët, bizneset, a jetën e tyre. Cili është mësimi më i mirë që një nën në karrierë mund të japë fëmijëve të saj? Karriera në fakt të prek disi dhe pjesën e familjes. Unë një periudhë kohe jam shkëputur disi nga karriera, nga dalje televizive, nga eventet, të cilët kanë qenë shumë impenjativ, janë fokusuar të pjesa vetëm e biznesit për një periudhë kohe derisa fëmijët u rritën. Të jesh një nën e mirë dhe një biznesmene e suksesshme është shumë e vështirë, pa përkrahjen dhe mbështetjen e familjes. Tashmë që fëmijët u rritën, unë rifillova marrjen e spektakleve, të eventeve, daljeve televizive dhe ndjehem shumë mirë që fëmijët e mi janë krenar. Një nga arsyet që unë kam filluar pjesën e mësimdhënies si pedagoge, ka qenë se doja që fëmijët e mi të ndiheshin krenar për arritjet e mia. Dhe ta thonë besoj çdo ditë. Ma thonë çdo ditë, unë ndjehem shumë e lumtur, më mbështesin shumë dhe unë marr shumë kënaqësi kur hyn në shtëpi. Dhe gjë e parë që ata më thonë, më pyesin, a u lodhe si të shkoj dita sot? Dhe kjo për një nënë është shumë e madhe. Evis, urojmë shumë që ti të vazhdosh të bësh këtë profesion dhe të japësh shpirtin, si që ke bërë prej 3 dekadash, si që the në krye të bisedës. Urojmë shumë të të shohim në majat asaj çfarë zemra jote dëshiron dhe ku ti projekton veten, dhe kjo studio është gjithmonë e hapur për njerëz si ty. Faleminderit shumë, është kënaqësi që jam këtu me ju, gjithmonë e mirëpres ftesën tuaj, sot kam qenë me grip, por nuk mund të mungoja. Jemi pak më mirë tani. Faleminderit që e vlerësojmë shumë. Ndërkohë publikut i themi që kemi përfunduar këtë rrugtimin, Vision Plus ka rezervuar shumë çka edhe në vijim, ne rikthehemi të gjithë së bashku nesër në orën 10:05.